Në botën e showbizit, ndarjet shpesh shoqërohen me sherre, thashetheme dhe bllokime në rrjetet sociale. Megjithatë, disa nga çiftet më të njohura në Shqipëri dhe Kosovë, për hir të fëmijëve ose të kohës së bukur që kanë kaluar së bashku, zgjodhen të mbeten miq shumë të mirë pas divorcit. Këtu janë 5 çiftet VIP nga Shqipëria dhe Kosova, që nuk e harruan kurrë njëri tjetrin pas ndarjes. Nora Istrefi dhe Robert Berisha. Ndarja e tyre pas shumë vitesh martesë bëri mjaft zhurmë. Pas ndarjes nga Nora, Roberti u lidh me vajza shumë të bukura dhe të reja në moshë. Pavarësisht kësaj, Nora dhe Roberti vazhdojnë të udhtojnë së bashku për pushime me vajzën e tyre Rene. Ata flasin gjithmonë me respekt për njëri tjetrin në intervista. Teuta Krasniqi dhe Blero. Aktorja Teuta Krasniqi dhe këngëtari Blero u ndanë miqësi shumë vite më parë. Teuta ka treguar se ruan raporte mjaft të mira për hir të vajzës së tyre Tarës. Ato mblidhen së bashku në çdo festë e ditëlindje si një familje e pjekur. Adrola Dushi dhe Adis Patushi. Modelja e njohur Adrola Dushi dhe ish bashkëshorti i saj, Adis Patushi, janë divorcuar për vitesh. Adisi tashmë është i martuar me Fifin, me të cilën ka një djalë. Modelja ka pohuar se me ish burrin ka ruajtur gjithmonë një raport shumë të mirë dhe miqësor, por ajo ka respekt edhe për Fifin, pasi i trajton djalin shumë mirë. Soni Male dhe Mirko. Këngëtarja Soni Male u nda nga balerini italian Mirko dhe ato vendosën që primare të kishin lumturinë e vajzës së tyre. Edhe pse janë ndarë, ato kanë marrëdhënie të mira. Madje Soni sa herë që shkon në Itali, qëndron te shtëpia e Mirkos së bashku me vajzën e tyre. Andoena Allabani dhe Arditi. Gazetarja e njohur e Kronikës në Shqipëri, Andoena Allabani është një tjetër shembull frymëzues. Ajo ka treguar publikisht se takohet dhe ruan marrëdhënie shumë të mirë dhe të shëndetshme me ish bashkëshortin e saj. Ajo shprehur